Banka e Shqipërisë nuk ndan të njëjtin mendim me disa studime dhe raporte të organizatave të shoqërisë civile dhe të botës së biznesit që e konsiderojnë forcimin e lekut ndaj euros si artificial dhe zhvillimin ekonomik të paqëndrueshëm. Në raportin vjetor që guvernatori Gent Sejko prezantoi në Kuvend, vlerësohet se forcimi i lekut është më së pari produkti i përmirësimit të bilancit të jashtëm të ekonomisë. Për të argumentuar këtë bindje, Banka e Shqipërisë thot se eksportet totale të Shqipërisë u rritën me 11% përgjatë vitit të kaluar, duke shkuar në 9.1 miliard euro dhe 5 miliard euro të tjera janë vlerësimet e të ardhurave nga turizmi dhe 1.6 miliard nga investimet e huaja direkte. Sipas Bankës së Shqipërisë, këto janë kanalet kryesore hyrëse të euros në Shqipëri, që për shkak të fluksit është nënvlerësuar me gati 30% ndaj lekut në 3 vitet e fundit. Raporti i bankës shkon ndesh me një studim të qendrës Altax, që thotë se arsyeja kryesore e zhvlerësimit të euros lidhet me flukset informale, që në të njëjtin raport kjo qendër i vlerëson deri në 25% të totalit të monedhës së huaj që hyn në vendin tonë.